Kjo motra thot, nëse nuk i bëjmë mëkatet që ka të thot burri me i bam, kush i merr gjunat për këtë veprim? I merr burri. Është sevap mos me ngu burrin kur ai thot me bë mëkate. Edhe është sevap me ngu burrin kur thot ai me bë sevape, me bë ibadete. Është haram mos me ngu burrin kur ai thot me shku ka e mara. E ke parasysh? Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka dhënë rregullin që nuk respektohet krijesa nëse urdhni i krijesës është në kundërshtim me urdhnin e Zotit. Me ngu burrin është obligim, edhe është sevap. Mos i ndëgjoni ato ideologji, ide që thonë s'ka nevojë me ngu se cili ka drejtimin e vet. Jo. Burri është burr. Allahu xhaleshanu kështu e ka lanë. Zoti e ka bën konstruksionin e njerit të tillë. Burri më u respektu, më u dëgju. Aman, ato idet, ato trendet e budallaku me ruani prej tyne. Le ditë kush është i Zotit i shtëpisë, kush është ai që e mirëmban familjen, kujdeset për të gjithë, edhe bëhet kurban për tërë familjen, është baba, burri në këtë rast. Ndëgjeni, respektoni burrat e juaj. Përderisa urdhnat e tyne janë në pajtim me urdhnat e Zotit. Mësimet e tyne, këshillat e tyne janë në pajtim me dinin e Allahit. Aty ku janë kundërshtim, aty mos e nga. Nuk ki gjunaf se se ngan në këtë rast. Prandaj, ai që të urdhon, pra burri që të urdhon me bë gjunahe, ai e merr mëkatin, e ti që se ngan e merr sevapin. Edhe pse mundet me ndodh ndonjë keq kuptim ose kacafytje në këtë rast me burrin, por përgjithësia le të mbetet mbi ta.